Ata ku luftën e Uhudit, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, Shaban, e shef të pejgamberit alayhis salam është largu. Nga ai janë largu të gjithë shokët e tij. Nga lufta e madhe, nga lufta e tmerrshme, nga prisna e shtatë, nga hidhëllimet e tuaja, çdo kush është largu. Edhe kanë lënë pejgamberin alayhis salam dhe kurse të tregon Muadh ibn Jabeli për këtë person, thot erdhi edhe më tha, ja Muadh, wallahi xheneti është përpara muaj. Wallahi xheneti është përpara muaj. Edhe thot filloi me riktu me qafirë, duke e mbrojtur shpinën e pejgamberit alayhis salam, që mbasi u shliru musliman nga ai vërtetimi forti mushrikëve, nuk mundën ta me gjetë atë person. Kush e gjeti? E gjeti vetëm se motra e tij, e cila e njohti përmes hishtrie. Arabët kanë qenë njohur hishtrie sa u fundojnë gisht. Keni pasur pasaport. Çift gisht me miliarda njerëz që janë tokë, asnjëri nuk e ka gishtin e njëjtë me çiftrin. Asnjëri. Sunë gjë që ti që ka dikush në Amerikën e Japoni. Këti kanë ndryshë. Arabët në to, agava orë shkenca me vërtetu të shkencën e gishtërive, çka kanë bërë, i kanë njohur familjarët e vetë për të gishtëri. Edhe motra vetë, edhe çka e njeh këtë person i cili e kishte bërë pejgamberin alayhis salam, edhe thotë, ky është vllai im. Ata pejgamberi alayhis salam e merr marrëveti edhe shef se nuk kishte pjesë trupi ku nuk u shgodit nga shpata, ku nuk u shgodit nga shigeta. Edhe nga vdekjes mushrikët e kishin marrë edhe e kishin masakruar. Po çka tha pejgamberi alayhis salam, të vllai do të fitoj xhenetin. Po e shokët duke fitu me krahë të diamantit në për xhenet. Me krahë të diamantit, po e shokët duke fitu në për xhenet. Këtë person, këtë musliman, këtë njeri i cili e fitoi dashurinë e Allahut xhaleshani. E kuptoi me vërtet se kjo botë nuk është ajo botë për të ne jetojmë. Është bota tjetër. Edhe e fitoi xhenetin. Po e fitoi me bindje, e fitoi me punë, e fitoi me sinqeritet, me gjithçka. Këtë ngjarje nuk kanë bërë. Jo në Allahut, po dikush nuk, dikush me ekonomi, dikush me punë, dikush me arsim, dikush me ditori, mundët që në rrugën e Allahut xhaleshanu të ndihmoj shokët vet. Në rrugën e Allahut xhaleshanu të ndjek ata të cilët nuk kanë njohje vetë islamit, të njohojnë vetë islamit. Të flasin në përshkrimet e tyre, edhe të shohin se me të vërtet këta të cilët nuk e kanë shijuar madhështimin e islamit për vete duke hyrë në islam. Kjo ishte ajo për cilën edhe e filluam ligjëratën e sotit duke treguar se pejgamberi alayhis salam i kishte edukuar shokët e vet duke na dhënë neve pasqyrë edhe mbas gjeneratës se si duhet të jetë. Duke na treguar neve se shoku për shoku, vëll për vëll muslim në islam, është sikur se buni me bunin kur lidhet edhe ndërtohen nga pesa. Nuk guxon njëri tjetrin t'i bëjë pagresi. Atëherë kur treguohet rasti i pejgamberit alayhis salam kur del me shokët e vet në një shitje. Edhe ulën, vjen mbrëmja, secili thonë çka, ja Rasulullah, unë do të mbledh dorë. Tjetër thotë ja Rasulullah, unë do ta mbledh zjarrin. Tjetër thotë ja Rasulullah, unë do ta bëj ushqimin gati. Pejgamberi alayhis salam çfarë thotë, edhe unë do t'i pastroj emrin. Dhe shokët e vetë ku ndalën, që thonë ja Rasulullah, na të mjafton këtu, s'ki në unë më lo, na i pastrojme, ti rrejt, je i dërgumi Allahut. Pejgamberi alayhis salam po e jep një përgjigje që neve ku na mbetet mësim edhe për sot. Ti thotë, قد علمت أنكم تكفونني إياه ولكني أكره أن أتميز عليكم. وتدريس نكون نقول مدعين هذا يوم يعطوني فتكون أو نكم دشيرة الدلون في يوم. كوش نكفى دشيرة الدلون في يوم. نيري një person që Allahu xhaleshanu e dërgoi rahmet për mbartjen e tyre. Jo vetëm se për njerëzime, e dërgoi
shtazët, edhe për dhimat, edhe për natyrën, edhe për jo muslimanin, edhe për tjetë. E dërgoj Rahmet, se kur i dërgoj të shokët e vetë në luft, porosia parë që e shkep një thonë. Shani, gjithoni në emrin e Allahu Gjelle Shanu. Po mos marroni, në ato vende ku do të shkoni do të gjeni kisha. Mos i shkartoni. Do të gjeni kryfrim brenda në kish, janë duke e lutë Allahun e vetë. Mos i damtoni, mos i mbëllëri. Do të gjeni grafë, mos i të shpërdoni. Do të gjeni fëmijë, mos i bretni. Do të gjeni pene, mos i bretni pene, sepse ato janë bukuria e kësaj bote. Do të gjeni kafshë, mos i mbëllni kafshët. Por vetë se kur jeni të uritur shumë, por me shpëtu betën e ju. Luftoni në emrin e Allahut me drejtësi. Kjo ishte këshilla pejgamberit alayhis salam për këta njerëz, për këtë kushëri. Nuk ishte këshill sikurse e kriminalëve, të cilët në për luftra të ndryshme na treguan se dimë me bomba kapra, dimë me rrë njerëz, dimë me të shpërdor gra, dimë me mbyt fëmijë, vite edhe kafshë dimë milion rrugë. Ata kemi pa, jo pas e jo, ja kam prej kohën për zgjati, e kanë hongër ka qitin e lopës komës, edhe kanë jo lopës deri sa kanë borë qështë. Kjo është e krimi për cilën Islami ka njësë gjithmonë. Kjo është ajo për cilën Islami nuk ka pranë kohë, deri në kohë ka njësu që me lërgu pa drejtësia. Kjo është që komandanti i muslimanve nuk ka doshë më dalu se unë e kushjavë. Për ato dhe pejgamberi alayhis salam për një shëtitje të vogël, su do me tregu, po do në di, a më së du, më tregu se unë e kush jam. Zdu të allona për juve, ne jemi të mjejtë, nuk ka dalën të Allahu asë njani prej tjetërit për vetëm me devotshmëri. Ma i mirë të ka Allahu është, a i në cili vjen të ka Allahu me zemër të mirë, me zemër të pasër. Jo në kuptimin që gjepojnë ata të në falë, thonë se me në ujë për namasë zemër në kemi pasër. Jo. Në kuptimin, zemër pasër, unë zemër, është namazi, është adherimi, është ibadeti, është fjallë Allah, gjithë shka që Allah ka urnu në qatë zemër. Që ajo zemër e pasër? Që ajo zemër e parë? Edhe për ato pejgamberi alayhis salam u tregon shumë se pse nuk do në dalu prej këtyre njerëzve, prej shokëve. Thotë, wa yakrahu Allahu an yara 'abdahu mutamayizan 'ala ashabihi. Thotë Allahu Gjelle Shanu e urrejnë që robi ti të jetë i daluar nga shokët e ti, nga vëllezërit e ti. Çka të jetë i daluar? Të jetë i daluar pa më parësisht me çka. Me pasuni nuk i zonë të koni i daluar. Ti që s'kudon ti me përdor pasuni e tonë. Po dush më kërgu i vartë para njëse. Jo më më unë, milionat, po unë milionat të më të dhe këmi me pare. Jo, kjo nuk është e mirë, nuk është islame. Po duhet më të refusin, Allah i ka thonë tu, Allah i ka shokë për e tjetër, inshallah, bënë edhe ma tepër, me gjithate, me po vetëm, se i sikur se njerëz të tjerë, nuk i ka dhe nga tjerë. Je i njëjtë, pse, a i me thumë ti njeri a njeri. Allah nuk i ka thonë ma shumë, ati i ka thonë ma pak. Me gjithate, tek Allah jemi me një pozitë. Disa prej njerëzve që urët, djetarëve, thonë, Amirun bila adlun, ka dhejmun bila matar. Prit, kryetar, pa drejtësi, përgjegjës, pa drejtësi, o sikur se rëndësina vështi. Alimun bila orin, ka ardhin bila nabat. Dietari, pa devotshmëri, pa frikë nga Allahu Gjelle Shanu, o sikur se toka pa të mbjerura, pa bimë, pa kurgjohë e qashtu, dietari cili nuk i frikot Allah, o sikur se toka që sa as bimë, as kurgjohë. Qëka ka pëqë? Së të e pëtekëm një gjithë më herë, o prapë një të përcet. E pytë për një gjahë, shurë kushjera. A ki qatë më po, mirë, kimi ndërgju një të klasë, një këtë i marja. Vojë që bastorja, ka që të mëjnë në bastore, për to, a është halal, po mëra halal është sportës, jo vëllat një në sportaj. Ajo është komarë, ajo është haram, aty ku vijen pare të dëmton fukarar, nuk është halal, pa e ka ditë se kjo është në dubit atë, edhe të është nësja prishe të jetë pala, mirë, sport, nuk ka të. Këtë jetë është sikur se toka pa bini. Nuk ka sport, po është haram.
ata kanë thonë. Se kanë thonë është shumë punë e ka, me çka edhe shumë kuqe din sepse ose si. Shabun bila taubetin ke shajaratin bila thama. I riu, i cili nuk bën tobe, nuk bën pendim tek Allahu, thot është sikur se pema pa produkte, pema pa prodhime. E mirë mollën, nuk bjen mollën. Çka duhet të kjo? Ai do të thotë se me gjithë, kur gjë. Kështu e ka përshkru, djetari kanë të riu, i cili nuk ndohet tek Allahu Gjereshanu, nuk thajet në fundën Allahu Gjereshanu. وغني بلا سخاء كفقد بلا مفتاح. Pasaniti toprak o sikur se drymi pa qenë. Pasaniti i cili është toprak nuk jep se qarë, nuk jep sa do, nuk i përvesohet për vazhrit, o sikur se drymi që nuk ka qenë. Sune qenë, mbyllë vetës edhe nuk ka qenë. Wa imra atun bila hajarun te ta'amun bila menjë. Edhe gruja e cila nuk ka kurë, o sikur se ushqimi pa kryrë. Gruja e cila nuk të prohet, është sikur se ushqimi pa kryrë. Kurse Omeri, radiallahu anhu thotë, kur nuk më ka goditur në një keqe, përveç se kam përfitu prej saj shumë gjana të mire. Prej një, thotë, i kam përfitu se Allah Gjereshanu ka pasë mundësime në goditë dhe matje, se sa që në ka goditë. Edhe kom thonë e thamë kërja o zëtë, në goditë me një punë që mujë me bajtë. U kishe mujtë me goditë edhe me matë ma dhe dishka. E dyta, e alhamdulillah që këtë mosibet, ma ka punë të dënja, e nuk ma ka qënë për botën tjetër. Omeri radiallahu anhu të thotë. Edhe thotë e treta, për këtë mosibet, që më kanë dohë, kanë bo sabër, edhe Allah Gjereshanu do të më shpërbleje për këtë sabër që e kanë dohë. Do të më shpërbleje, sepse besimtari, kur e godit në një keqe, bon sabër, edhe për këtë sabër, ka shpërbime shumë të mëdha të Allah Gjereshanu. Të gjitha këto që i përndodhëm për natën e santit, ishin disa tema të ndryshme, me të cilat shpresojmë tek Allahu Gjereshanu, të i kemi thanë në sinceritet, pa hipokrizi, të i keni pranuar me sinceritet, të jenë dobishme, ma i s'pari pranumje, edhe se fundi për juve, e lutim Allahu Gjereshanu që të ne i ka gabimet e përdeshme, alhamdulillah.